Ajo çfarë ka spikatur më tepër në këtë turne Summer Cup 2025 u zhvillua në Shkodër, ka qenë rivalitetin mes Vllaznisë, ekipeve të Vllaznisë dhe ekipeve të Atletik Klub Shkodra. Atletik Klub Shkodra U13 u shpall fituesi i këtij turneu duke mundur Vllaznin me trajnerin Eder Zmiani. Urime profesor. Faleminderit. Është vërtet ajo që the, pasi Vllaznia Atletik kanë kënë 4 grup mosha në finale, me U9, me U11, me U13 dhe me U15. Normalisht ishte një rivalitet i fortë, pasi përballë ke një ekip si Vllaznia, si gjithë ja din vlerat, por te U13 dhe te U11 arritëm të triumfonin, duke fituar edhe me grup moshën U11 dhe me grup moshën U13. Dua të theksoj se me grup moshën U13 është i dyti trofe rradhazi brenda një jave, pasi pra një jave kemi fituar titullin kampion me grup moshën U13 për kategorinë U13 në zonën rajonale Shkodër. Pra, 2 suksese brenda javës, ka tregon edhe për punën tuaj profesionale me ekipin U13 i kënaqur, me përbërjen dhe me elementin që keni në dispozicion? Jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur, e kam theksuar më përpara që është grupi që e bën diferencën, pasi kam lojtarë shumë mirë, janë lojtarë që bëjnë diferencën edhe janë lojtarë të pjesëve ekipeve kombëtare, ku 5-6 sportistë janë në kombëtaren rajonale Shkodër dhe portieri është në kombëtaren e madhe. Pikërisht këto emra do donim të dinim nga goja juaj. Në kombëtaren rajonale të Shkodrës është Robert Ndërpepaj, Rejan Sadikaj, Dan Pjeshka, dhe ndërsa në kombëtaren e madhe është kapiteni i ekipit Genis Moja. Si është bashkëpunimi me drejtuesit dhe kryesisht edhe me mund të themi jemi si një familje. Me legatën që është një nga emrat me kryesor të klubit. Me kryesor, normal. Mund të them se jemi si një familje, pasi paktën unë jam tash 5 vjet këtu dhe njem si me kanë në shtëpi teme, ku gjithë secili i din detyrat e veta dhe shkojmë në mënyrën më perfekte të mundshme. Një Zmian që po vazhdon të jetë në elitë, të shme si trajner, pra një traditë e familjes Zmiani, i kënaqur që vazhdoni traditën e familjes së madhe sportive Zmiani. Është e vërtet, duhet me bë një punë shumë mirë, pasi në familjen tonë ka shumë emra të mëj, që kanë arritë shumë suksese. Them se duhet njeki rrugën e tyne, por me punë dhe përkushtim arrihet gjithçka. Parënëjan hyse Zmianin, apo edhe Luan Zmianin, që deri vonë ishte fituesi këtyre trofeve, po tashmë e përshëndesim në Amerikë. Kemi edhe Denisin. Denis Zmianin është një tjetër, për pak për momentin edhe e harruam, por Denis Zmiani dhe Edi Zmiani janë tashmë përfaqësuesit të fisit. Përfaqësuesit dinjitos të Zmianit që premtoni të vijoni me suksese? Me punë, duhet me punu sa më shumë, me sa njeh edhe Denisin, është shumë punëtor dhe mendoj që ka me bë një punë shumë mirë aty te Vllaznia ku është. Urime Eder për titullin dhe suksesin në vazhdimsi. Faleminderit, shumë faleminderit.